Konkretisht me datën 27 maj, neve në ka ardhur një email prej Federatës Evropiane të Golfit, e cila ka komunikuar drejt për drejt me Federatën e Golfit të Çiprës në gjatë përgatitjeve të fundit, se në ndërkohë ka pas një ndërhyrje nga qeveria Çipriote, përkatësisht nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, se flamuri i Kosovës, nuk është i mirëseardhën dhe nuk do të lejohet shfaqja e tij në ambientet e LA Golf Resort, aty ku aktualisht është duke zhvilluar kampionati evropian me 28 shtete. Qëllimi jonë kësaj radhe ishte të futeshim në kat pra në top 72 lojtarët më të mirë të Evropës. Në këtë kampionat marrin pjesë diku 134 garues nga 28 shtete, nga 1,5 milion lojtarë të kvalifikuar, pra është para se gjithë është të gjitha një sukses i madh i Republikës tonë që arrim të kvalifikohemi me një lojtar të tillë, edhe ne vazhdojmë ta konsiderojmë sportin e golfit si një ndër diplomacitë publike më të fuqishme që ka Republika jonë, një organizatë që kemi ndërtuar me shumë vite, me shumë mund. Edhe dëshira ishte që nga sa deri të dielën të valoj flamuri i Kosovës, dhe si shoqëni duhet mobilizohemi, gjithashtu ta kemi një përkrahje ekstra nga qeveria e Kosovës, në mënyrë që vitet pasuese mos na ndodhin, jo vetëm neve si golf, po gjithë kolegëve tjerë nga federata tjera sportive në Kosovë, nga komuniteti kulturor i Kosovës, që ngjarjet që do ndodhin në tokën e shteteve që se ka njohur Kosovën të mos gjykohemi politikisht, sepse tek e fundit, pas luftës dytë botërore, forcimi i paqes në botë ndodh pikërisht me themelimin e organizatave ndryshme qeveritare dhe bashkëpunimin e ndërsjellë mes shteteve dhe aktorëve të këtyre organizatave.